Bia ime, tash e sa net, të kam folë për jetën e profetit Muhammed. Ti kur të rritësh, do të lexosh në për libra për jetën e tij. Do të lexosh edhe për profetët tjerë. Edhe do ta kuptosh se shumica e profetëve, shumica e udhëhesve të shteteve janë munduar që t'ju sjellin për parim popujve të tyre. Nga ky mundim nuk përjashtohen as profetët. Mirë po e marrim shembull Hazreti Isën, birin e Meremës, se të kam folë për te. Për gjallë ti, ai nuk e pa popullin e ti duke i ndjekur mësimet e ti. Mirë po, pejgamberi Muhamedi a.s. për gjallë ti, ai e pa se populli i tij e pranoi Islamin dhe pranoi përveç Islamit u mundua që ta përparoj vendin e tij. Kjo është një përpjekje e madhe e profetit që ka bërë me popullin e tij, dhe populli i tij ishte i kënaqur me këto të arritura. Unë të kam folë për rinin, për fëmijërinë e profetit. Të kam folë kur profeti ishte i ri dhe shkonte në Qabe. Si i ri e vizitonte Qaben, i shihte figurat i idhujt, se populli ishte idhujtar. Kryente tavaf aty dhe kthehej i dëshpëruar në shtëpinë e tij. Po në një rast në moshën 35 vjeçare, u folë se Qabja nga një fortunë e madhe ishte rënuar. Ishin rënuar morët se edhe muaj më parë Qabja ishte djegur. Kështu që kryefistarët e fisëve u mlodhen dhe qëllimi i tyre ishte që ta rindërtonin edhe njëherë. U bashkuan pra fistarët, kryefistarët dhe biseduan që të merren me remetimin. Dhe një kurrëshit i vjetër plak ju tha se ndoshta Allahu nuk zemrohet me ndërtimtarët. Kështu që ne po e fillojmë rindërtimin edhe njerë të Qabës. Mirë po vllazën tha duhet të kemi kujdes, se mjetët që të përdorim për ndërtimin e Qabës përsëri, duhen të jenë mjetet pastërta, mjetet që nuk janë përdorur nga fitimi i kamatave, i fajdeve, i rrugëve që nuk i nje Islami, por duhet të jenë mjete halal. Sepse ata, do të thotë, e ndan me kutin atëherë, se cilën pjesë të morit ta ndërton të këfis dhe cili pjesën tjetër. Kuti atëherë ishte një metër pak ma madhe se një metër, dhe ata zgjodhen një ndërtues romak me emrin Baku. Ai do të thotë merrej me ndërtimin, mirë po me parë këta që të fillon të ndërtimi duhet të rënohej i tërë muri i vjetër. Edhe dolin të themelet e Qabës, ku i kishte vënë themelet
profeti Ibrahim, se njerëzit shekull pas shekulli e dinin se profeti Ibrahim me Ismailin e kishin ndërtuar Qabën. Dhe ja nisën punuan me ditë tana, me mujë të tana, dhe erdhi në ato punë, do të thot, ka bërë edhe unxhi i Muhamedit, Abasi, ka punua dhe vetë, pra dhe plest me krah kanë bajt gurë, dhe ja kanë ofruar kryeministrit. Dhe kanë maru thuja shumicën e mundëve mirë, po ka ardhë koha për me vendos gurin e zi. Si që din, bia ime, mund të mos kem folë, guri i zi ka zbritur nga gjeneti. Ai gur ka qenë i bardhë, po nga mkatët e njerëzve është bërë i zi. Edhe tash një fis kishte dëshirë që gurin e zi ta vend të vetë. Fisi tjetër tha, jo, unë nuk lejoj, unë du me vu dhe shkoj dhe 3-4 ditë dhe gati u kacapytën me njeri tjetërin. Jo, unë do t'a vej, jo unë. Edhe me plaku, kur i rëshit, tha, shikoni vllazër, unë si më plaku, nuk do t'a vendos vetë, por do t'ja lëm na zgjidh këtë problem një njeri që sot hyn xhami të me ba namaz. Edhe këta u tërhoqën, pas një kohë, erdhi Muhameti dhe e vuri këmbën e parë për me hi në xhami, ata e ndalen edhe dur trokitën gjithë. Ho, thanë, po ky është i drejti, ky është besimtari, ky është Muhameti. Dhe ja treguan ngjarjen. Muhameti tha, shikoni vllazën, po e marrim një valencë, e shtrinë e valencën për tokë aty dhe e vendosën gurin e zi. Tha, të gjitha fiset që jemi këtu duke ndërtuar murin, të gjitha ta marrim nga një cep, edhe bashkarisht do ta dërgojmë aty të vendi, edhe do ta vendosim gurin e zi. Aty do të thotë Allahu ka desht që Muhameti a.s. edhe pse atër nuk ka qenë profet, ka qenë rreth 35 vjetë, nuk i ka ardhur atër shpallja, po Zoti ka dashur që ai pra me durët e tij ta vej gurin e zi të Qabës, dhe kështu është zgjedhë ky konflikt. Muhameti pastaj me çlirimin e Mekës, me ajete tjera që kanë ardhur njëri pas tjetrit, do të thotë, ai ka dëgjuar në Medinë, në vitin e 2 të Hijrit, se përpara kam thonë që janë falë ka Mesjid Aksa. Mirë po, tash i ka ardhur shpallja se duhet të kthehen edhe të falen namazin, do më thonë, në drejtimin e Mekës, në drejtimin e Qabës. Dhe tash i erdhi koha kur ky ishte profet të heq të gjitha ato statuja, të gjithë ato idhuj që ishin, dhe ta pastroj Qabën një herë për gjithmonë. Pastaj ju tha muslimanëve se tash e tutje nuk ka me pas gjakderdhje, nuk ka me pas vrasje. Ato vrasje që janë bërë dhe janë lëvduar njerëzit, që kanë bërë plaskitje të mëdha, vrasje të mëdha, ato do të zhduken një herë e përgjithmonë. Ky është urdhër i Allahut. Pra lufta do të përdoret vetëm për të mbrojtur lirinë. Dhe kështu bija ime, duke vënë rregull të Islami, ai i porositi njerëzit e pasur, i porositur që ti duan varfërit, sepse për rreth Islamit kishte shtete feudale, që feudalet e pasuroshin dhe sa klasa varfër gjithë një varfëroshin. Mirë po,
Muhamedi pra kishte kujdes dhe ju tha, ne duam të varfërit, po dhe t'i ngritim, t'i ndihmojmë që dhe ata të bëhen pasur. Dhe kështu bija ime, a i urdhëroj që 2% e gjys të pasurit të dajnë nga mjetët dhe t'i bashkojnë ato mjetët që t'i ndihmojnë të varfërit. Mirë po këto mjetët, tha nuk duhet të përdoren vetëm për të varfërit musliman, për të gjitha feve ne na duhet të ndihmojmë. Dhe kujdesi ma i madh i Muhamedit a.s. ishte gruaja, ishte bashortja, ishte vajza, dhe tha se shikoni, njeriu më i mirë është ai që e don gruan e tij. Muslimani i mirë është ai që e don gruan e tij. E tha se fëmia, e din edhe ti, se fëmia për ta fituar xhenetin është nën këmbët e nënës. Apo? Po, baba. Kështu pra, nënave, bashorteve, edhe bijave, ju tha hise që edhe ato të jenë pronare, edhe mos të gëzojnë drejtat vetëm burrat, po edhe gratë. Se në shumë shtete, madje edhe sot, në shtetet moderne, trajtimi i gruas sikurse në kohën islame nuk është. Pastaj, pejgamberi kishte kujdes edhe për jetimet. Pasuria e jetimve shpenzohej kot nga si koti. Ai urdhëroi se pasuria e jetimve nuk duhet të shpenzohet kot, por duhet të ndihmojmë, edhe ndër të tjera pejgamberi tha, ata që kujdesen për jetimin, si edhe unë, do të jemi si këta 2 gishtat dorës dhe së bashku do të him në xhenet. Kjo pra, dhe shumë reformat të tjera, për shembull alkoholi. Alkoholi në Mekë para islamit pihej 3-4 herë në ditë, vera pihej në vend tojt, dhe ai përfundimisht erdhi ajeti që duhet të ndalohet bigjozi dhe alkoholi. Dhe ai me një urdhër të shenjtë urdhëroi pra që të ndalohet alkoholi, dhe muslimanët nuk e kanë përdorur edhe në atë kohë, po nuk e përdorin as sot. Shumë shtete të botës janë munduar që ta ndalin alkoholin, po nuk kanë arritur në përshekuj. Mirë po 14 shekuj më parë, pejgamberi pra, me urdhër të Allahut, me urdhrin e shenjtë të Allahut, pra e ndaloj alkoholin. Ndër tjera flitet se e kanë pyet shpesh herë njerëzit, autorë të ndryshëm e kanë pyet bashortën e pejgamberit, edhe i kanë thënë, Aishës, a mund na tregosh cili ishte morali i pejgamberit? Morali i pejgamberit është përgjigja jo, është Kurani. Ai në fillim do të thot i ka marrë urdhrat prej Perëndis dhe është njeriu i parë që i ka shtinë në jetë ata urdhra, prandaj dhe ju ka drejtuar muslimanëve që t'i kryjnë të gjitha kushtet e islamit. Domethënë, ky ka qenë porosia e tij. Dhe në kohën para islamit, arabët, beduinët, ka qenë njerëz të paditur. Mirë po ai ju tha njerëzve se shpallja e parë nga Perëndia më ka ardhur ikre,
ikre që do të thot mësa. Edhe unë jam përgjegj, çka do të thot kjo? Se nuk di të lexoj. Ka ardhur shpallja mësa në emrin e Zotit tënd. Kështu që muslimanët në kohën e pejgamberit, duke lexuar, duke mësuar, dhe është thënë se madje i ka porosit që mund të shkoni edhe në Kinë, se atër Kina për Arabinë ka qenë shumë largë. Edhe në Kinë, do me thonë, nëse jeni të etur për dije, duhet të shkoni edhe në Kinë për të fituar diturinë. Dhe shkencëtarët musliman në atë kohë, do të thotë, shkencat e ndryshme janë zhvilluar pikërisht duke ju falendëruar mësimeve kuranore. Edhe në atë kohë, muslimanët ishin zotëri. Mirë po sot, duke harruar mësimet, muslimanët, disa prej tyre, janë bërë shërbëtor të shteteve tjera. E kështu, bija ime, këto ishin reformat, porosit e pejgamberit, i cili kryesisht besimi i tij ishte në një Zot. Dhe Kurani, hadithet janë, domethënë, dy libra të rëndësishme, se ka shumë libra, shumë hadithe, po dy libra të cilat edhe në kohën e Islamit, po edhe në kohën tonë, njeriut ja hapin diturinë, ja qelin zemrën për të besuar një Allah. Kështu që kjo është porosia dhe reformat më të mëdha që pejgamberi i ka parë me sytë e tij në popullin e tij, në vendin e tij. Dhe ne duke i falendëruar atyre mësimeve, do të thotë kemi arritur dhe do të arrim përparim edhe më të madh. Pra, bija ime, këtu po e përfundojmë edhe këtë tregim për pejgamberin ton, profetin Muhamedin a.s. E tash, bija ime, po ngritemi, e shkojmë, pushojmë. Merë fenerin, bija ime, dhe pritëm. Hajde, bija ime.